Edhe pse po pritet interpretimi i gjykatës kushtetuese, dekreti i presidentes Vjosa Osmani ka krijuar mundësinë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme. Partia në pushtet po kërkon zgjidhje që të evitohen zgjedhjet e opozita mbështet dekretin e Osmanit. Megjithatë, njohës të fushës paralajmërojnë se shkuarja në zgjedhjet e reja do të ketë ndikim negativ në planin e zhvillimit të brendshëm dhe në arenën ndërkombëtare. Tash po hymë në vitin e dytë të një blokade totale, edhe ky stagnim ka ndikim në gjitha sferat, veçanërisht në raportet ndërkombëtare, sepse asnjë proces ndërkombëtar i Kosovës nuk do të mund të avancojë përderisa të jetë kjo gjendje. Kjo i largon edhe me tej alatët tanë, veçanërisht BE-n edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Kosova, nga interesimi për Kosovën. Kjo e pamundson antarësimin e organizatave ndërkombëtare, njohjet e reja, pra do të jetë një stagnim i plot. Pasoja paralajmërohen edhe në ekonominë e vendit. Kur nuk ka ligje, kur nuk aprovon si them direktivat e përgjithshme të qeverisë për me rujt stabilitetin tregtar, atë natyrisht që tregu funksionon në veprimin e vet, e në këtë kontekst kur e shet që nuk është i monitoruar dhe nuk është i përcjellur, në respektivisht i vëzhguar nga institucionet, atëherë kemi ngritje të përgjithshme të çmimit treg që po ndikon drejt për drejt në standardet sociale dhe ekonomik të qytetarëve. Analisti Artan Muaxheri potencon se kjo situatë mund të evitohej, por siç thon ai, klasa politike është shumë e përçarë. Po zhgënjimi më i madh është që e gjithë kjo krizë kaq e thellë ka qenë krejtësisht e evitueshme, krejtësisht e panevojshme, edhe është dashur vetëm pak racionalitet, inteligjencë, vullnet, realizëm që të tejkalohet, por si duket edhe këto janë tepër për të kërkuar nga kjo klasë politike. Dhe këto unë kam frikë që vendi të shkojë në zgjedhje sepse nuk do të gjejnë kompromis. Por megjithatë duket që nuk ka disponim. Dhe pa marrëveshje politike askush s'të fitojnë këtë vend. Pasi zgjedhjet e nënshkurtit të 2025-s nuk arritën të prodhonin institucione të reja, në dhjetor të vitit të kaluar u organizuan zgjedhjet e jashtëzakonshme. Të njëjtat ishin konsideruar si të domosdoshme për të dalë nga bllokada politike. E një cikël i ri i zgjedhjeve në Kosovë vlerësohet se do të shkaktojë ngecje në reformat institucionale, proceset integruese e zhvillimin ekonomik të vendit.